Këngëtarja e njohur Filloreta Raçi, e njohur me emrin artistik si Fifi, teksa ishte e ftuar në podcastin The Dalina Show, foli edhe për raportin që ka ajo me Flori Mumajesin. Para disa kohësh, Fifi deklaroi se ka një vit që i shkruan këngëtarit dhe nuk merr përgjigje. E pyetur nga Dalina Buzi se si është kjo marrëdhënia mes tyre, artistja u përgjigj: "Vazhdojmë njësoj, unë i shkruaj, ai nuk kthen, çfarë të bëjmë?" Mëtej Fifi shtoi me shaka, ndoshta duhet i shkoj te dera t'ia thyej. E pyetur se pse ka kaq shumë nevojë të ketë kontakt me Florin, ndonse nuk i kthen përgjigje prej kohësh, Fifi u përgjigj: "Po, është daja i Theomalit, djalit të Fifit, është shoku im i shpirtit dhe s'mund ta imagjinoj mos të flas më. Domethënë djalin tim e ka parë vetëm kur ka qenë djali 2 muajsh." Duke rikujtuar se si lindi shoqëria mes tyre, Fifi tha: "Prej muzikës kemi punuar bashkë në periudhën 2020-2021. Energjinë e kemi të njëjtë, patjetër që e kam të nevojshme të flas me Florin. Besoj që edhe ai e ka të nevojshme të flas me mua." Në fund, Fifi tha se kush e di se ku i ka ngelur hatri, që refuzon të flas me të, duke përsëritur edhe një herë shakan se e vetmja zgjidhje që i ka mbetur tani është të shkojë të thyej derën për të komunikuar me të. Duke rikujtuar edhe një episod nga 2019 ku dyshja papritur hoqën njëri tjetrin nga Instagrami, pasi u përfolën edhe për një lidhje romantike madje, Fifi shpjegoi se kishte qenë një moment gjak nxehtësie. Ai ka qenë moment euforik, isha 25 vjeç, isha e vogël.